Dashuria shuhet në heshtje. Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia dukej më e madhe se zakonisht. Dritat ishin zbehur, banorët rrinin të shpërndarë nëpër qoshe, secili i humbur në mendimet e veta. Produksioni vendosi muzikë në sfond dhe papritur u dëgjua kënga Dashuria shuhet në heshtje. Zëri i butë i këngës u përhap nëpër sallon si mjegull. Askush nuk foli. Disa ulën kokën, disa mbyllën sytë. Për Benitën ajo melodi nuk ishte thjesht këngë, ishte kujtim. Ajo po rrinte në divan me një filxhan çaji në dorë. Në vargjet e para buzët filluan t'i dridheshin. Në refren lotët i rëshitën pa e pyetur. Lotët që s'mbaheshin dot. Benita u përpoq t'i fshite, ktheu fytyrën nga dritarja, por kamerat nuk gënjeheshin. Supet i lëviznin lehtë nga të qarat e heshtura. Ajo këngë i kishte hapur një derë të vjetër brenda shpirtit. Mos qaj, i tha Mira me zë të ulët. Por Benita vetëm tundi kokën. Ka gjëra që nuk ndalen, pëshpëriti. Alba e pa nga larg. E njohu atë lloj dhimbjeje, jo spektakël, por plagë e vërtet. Afrimi i Albës. Alba u ngrit ngadalë dhe u ul pranë saj pa bërë zhurmë. Nuk i tha asgjë në fillim, vetëm i vuri dorën mbi shpinë. Ndonjëherë ngushëllimi nuk ka nevojë për fjali. Benita shpërtheu më fort. Po më mbyt kjo këngë, tha mes lotësh. Më kujton gjithçka që kam humbur. Alba e përqafoi. Fatin tënd, Benita, s'ta merr kush, i tha me zë të butë. As kujtimet, as dhimbjet, as gabimet. Janë të tuat dhe prej tyre do bëhesh më e fortë. Ato fjalë u ngulitën si dritë në mes të errësirës. Kujtimet e Benitës. Ajo filloi të flasë, sikur kënga t'ia kishte zgjidhur gjuhën. Unë kam dashur dikë që s'diti me më dash mbrapsht, tregoi. Gjithmonë kam menduar se dashuria duhet të bërtas. Por më e keqja është kur shuhet pa zë si kjo këngë. Alba e dëgjonte pa e ndërprerë. Edhe unë e kam mësuar vonë, i tha. Që disa njerëz ikin jo se s'na duan, por se nuk din të qëndrojnë. Shtëpia hesht. Banorët e tjerë i shikonin në qetësi. Për herë të pa. Nuk kishte thashe theme, as batuta. Vetëm dy gra që po ndanin një të vërtet njerëzore para gjithë vendit. Toni uli zërin e televizorit. Arbeni u largua pa bërë zhurmë. Ajo sken nuk ishte lojë. Biseda e natës. Kur kënga mbaroi, Alba dhe Benita dolën në obor. Ajo i freskët i natës u lehtësoi frymëmarrjen. Ti je më e fortë se ç'e mendon, i tha Alba. E di pse? Sepse ende di të qash. Kush qan, ende di të doj. Benita buzëqeshi mes lotësh. Kam frikë se njerëzit do më shohin si të dobët. Jo, ja ktheu Alba, dobësi është të shtiresh. Rrëfimi para kamerave. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Benita foli. Këtu brenda harrojmë se jemi njerëz. Sot e kujtova. Ajo këngë më çoi te vetja që kam lënë jashtë. Alba nga ana tjetër tha. Nuk dua të fitoj vetëm lojën. Dua të fitoj njerëzit. Sonte e pash Benitën si motër. Lidhja mes dy grave. Pas asaj nate diçka ndryshoi mes tyre. Ato filluan të pinin kafen bashk, të flisnin për gjëra të vogla, për fëmijërinë, për nënat. Dy zemra në të njëjtën stuhi. Mbrëmjen kur i dashuri i tyre doli nga shtëpia, dritat e Big Brotherit dukeshin më të ftohta se zakonisht. Alba dhe Dolce qëndronin të ulura në divan, të kapura dorë për dorë, sikur po mbanin njëra tjetrën që të mos rrëzoheshin. Eliminimi i Limit kishte hapur një boshllëk të madh, por njëkohësisht kishte afruar ato të dyja më shumë se kurrë. E dija që do vinte kjo ditë, tha Dolce me zë të ulët. Por se dija që do më dhemte kaq. Alba e shtrëngoi më fort. Nuk je vetëm. As unë nuk jam. Kamerat i ndiqnin çdo lëvizje, por ato nuk po mendonin për publikun. Po mendonin për botën jashtë, për premtimet që kishin bërë me Limit, për planin e pushimeve në Maldive që dukej si ëndër e largët. Afërsia që nuk fshihej më. Ditët pas eliminimit u mbushën me momente të vogla, puthje të lehta në faqe, përqafime të gjata në mëngjes, shtrëngime duarsh kur debatet e shtëpisë bëheshin të ashpra. Banorët filluan t'i shihnin si një dyshe të pandashme. Mira, i tha Albës. Kur je me Dolcen dukesh më e qetë.
sepse ajo më kupton pa folur, u përgjigj Alba. Në dhomën e gjumit, para se të flinin, shpesh bisedonin për jetën jashtë. Limi na ka premtuar Maldive, ç'është dolce. Do rrim në rër, larg gjithë kësaj çmendurie. Dhe do ham 3 leçe çdo ditë, ja kthente Alba me humor, duke u përpjekur ta kthente dhimbjen në shpresë. Shtëpia përçahet. Por jo të gjithë e shihnin afrimin e tyre me sy të mirë. Disa i quanin strategji, të tjerë lojë emocionesh. Arbeni komentoi. Këto po bëjnë qift për vota. Suanita i u kthye. Edhe nëse është ndjenjë e vërtet, pse ju pengon? Alba nuk donte të luftonte më me askën. Ajo thjesht donte të mbjetonte ditët pa limit dhe prania e Dolces ishte i vetmi vend ku ndjeje sigurt. Kujtimet me limit. Një mbrëmje produksioni transmetoi klip me momentet e limit brenda shtëpisë. Të dyja u përlotën. Ai na ka lënë një amanet, tha Dolce. Me qenë të forta deri në fund. Alba tundi kokën. Kur të dalim, do. Shkojmë të 3 në ato pushime. Do e mbyllim këtë kapitull bukur. Ideja e Maldiveve u kthye në simbol shprese, det i kaltër, muzikë, ëmbëlsira, 3 leçe në tavolinë dhe qetësi larg kamerave. Puthjet që flisnin më shumë se fjalët. Në netët e gjata të shtëpisë, kur dritat zbeheshin, ato afroheshin pa frikë. Nuk kishte nevojë për deklarata të mëdha, mjaftonte një puthje e butë, një përqafim ku dëgjohej frymëmarrja e njëra tjetrës. Po na gjykojnë, tha Alba një herë. Le të gjykojnë, i u përgjigj Dolce. Ne po jetojmë momentin ton. Dhe momenti i tyre dukej më i vërtet se çdo strategji loje. Ëndra jashtë mureve. Sa më shumë afrohej finalja, aq më shumë flisnin për jetën pas spektaklit. E imagjinon ditën kur do dalim të dyja dhe do na pres Limi në aeroport, pyeti Dolce. Do qeshim me gjithë këto që po kalojmë tani. Alba buzëqeshi. Unë dua vetëm paqe, det dhe njerëzit që dua. Trileqja u bë shaka e tyre private, do e festojmë çdo fitore me një copë trileqe, thoshin. Akuza që ndezi zjarrin. Shtëpia atë ditë dukej e qetë vetëm në sipërfaqe. Pas primejit të fundit nervat ishin të tendosura dhe secili kërkonte një arsye të vogël për të shpërthyer. Në obor po pijej kafe, kur Labinoti nisi të fliste me tonin për sjelljet e banorëve. Benita po kalonte pranë tyre dhe dëgjoi emrin e vet. Ti hyre në breg tonit sa po erdhi në shtëpi, tha Labinoti me zë që u dëgjua qartë. Mos u bëj sikur je Angel. Krejt e dim çfarë ke bërë me të. Fjalët ranë si shuplak në ajër. Toni u ngrit me njëherë. Mos fol në emrin tim, o burr. Këto janë trillime. Benita u kthye ngadalë, fytyra i ishte bërë akull. Përsëritet edhe një herë, tha me zë të ulët. Shpërthimi. Labinoti, i kapluar nga inati i ditëve të fundit, nuk u tërhoq. Thash atë që di. Mos luaj viktimën. Benita shpërtheu. Jetu më shpif gjëra të turpshme para krejt vendit. Po më prek aty ku nuk duroj. Mira dhe Eliona u futën mes tyre. Qetësohuni, po e teproni, thërrisnin. Por fjala kishte dalë dhe nuk kthehej më. Shtëpia merr flak. Banorët u mblodhen rreth tyre. Disa kërkonin sqarim, të tjerë vetëm spektakël. Arbeni tha. Këto janë akuza të rënda, nuk hidhen kështu. Suanita mbrojti Benitën. Asnjë grua nuk meriton me ju përfol trupi në këtë mënyrë. Labinoti këmbëngulte. Unë s'po shpif, po flas për çfarë kam parë. Benita po dridhej. Ti po më njollo si njeri, jo si lojtare. Kjo nuk është lojë. Dhoma e rrëfimit, zëri i brendshëm. Benita u thirr e para. U ul para kamerës me lot në sy. Unë kam hyrë këtu me dinjitet. Mund të kem gabime, por askush s'ka të drejtë të më shpall publikisht si diçka që s'jam. Familja ime po më sheh. Nëna ime po më sheh. Fjalët i dilnin me vështirësi. Kur një burr flet kështu për një grua, nuk është debat, është dhunë me fjalë. Versioni i Labinotit. Edhe ai u përball me kamerën. Ndoshta e teprova me formulimin, pranoj. Por këtu të gjithë bëjnë strategji me afërsi. Unë s'desha me e poshtëru, veç me e nxjerr të vërtetën time.
Produksioni e paralajmëroi rrept për gjuhë denigruese dhe për hapje thashethemesh intime. Toni në mes të stuhisë. Më i sikletosur ishte Toni, emri i të cilit u përdor si armë. Mes meje dhe Benitës s'ka pas asgjë të tillë, tha para të gjithëve. Mos më përdorni për me e godit një grua. Kjo fjali i dha Benitës pak forcë. Përballja e mbrëmjes. Në darkë konflikti u rihap. Benita, ti po më heq dinjitetin për disa vota. Labinoti, nuk jam unë fajtor për mënyrën si sillesh. Benita u ngrit në këmbë. Mos guxo më kur me ma përmend trupin e jetën time. Kufiri mbaron këtu. Zëri i Bigut ndërhyri sërish. Banor, ndaloni gjuhën fyese dhe akuzat personale. Pasojat emocionale. Ditët në vijim Benita u mbyll në vetvete. Shpesh rrinte vetëm në obor. Po më vret turpi që ma vuri në shpinë, i tha mirës. Edhe nëse e di që s'është e vërtet, fjala mbetet. Labinoti filloi ta ndjente presionin e izolimin. Disa banor ju larguan duke e parë si nxitës të pos.